Ngjarja e dhunës ndaj protestuesve në zonën e Zvërnecit ka prodhuar pasoja të menjëhershme brenda strukturave të policisë së shtetit, duke hapur një zinxhir masash disiplinore dhe administrative. Pas shkarkimit të drejtorit të qarkut të Vlorës, Elidon Çela, në krye të policisë vendore është komanduar Ervin Dreu në kuadër të riorganizimit të menjëhershëm të strukturave drejtuese. Paralelisht, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka urdhëruar heqjen e licencës për 2 kompani private sigurie, të cilat sipas hetimeve nuk kanë zbatuar detyrimet ligjore për garantimin e rendit dhe kontrollin e hyrje-daljeve në objekt. Në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të 2 subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këtë shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të 2 subjektet e SHPSF-ve private. Sipas policisë së shtetit, shkeljet kanë krijuar hapësira për futjen e personave të paautorizuar brenda perimetrit të sigurisë, ku më pas është regjistruar edhe dhuna ndaj protestuesve. Në një prej episodeve më të rënda të dokumentuara, një protestues është goditur nga punonjës të sigurisë private dhe është tërhequr me forcë brenda rrethimit të objektit. Ndërkohë, personi identifikuar si autori i goditjes së protestuesit rezulton punonjës i kompanisë Major Security, ndërsa janë evidentuar edhe persona të tjerë të paautorizuar të përfshirë në incident. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, ka pranuar gjithashtu mangësi në reagimin institucional në terren dhe ka kërkuar hetim të plotë të zinxhirit komandues të policisë së Vlorës, duke kërkuar sqarim të plotë të rolit të çdo strukture në menaxhimin e situatës. Ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit, apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, siç jeni ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor, i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit, e cila ka nisur menjëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë Vlorë. Hetimet administrative dhe procedurat penale për ngjarjen në Zvërnec vijojnë, ndërsa autoritetet thonë se do të përcaktohen përgjegjësit për çdo hallk të përfshirë në incident.